Edhe pse në primaret e Partisë Demokratike doli ndër më të votuarat në kryeqytet, deputetja demokrate Jorida Tabaku u lan listat e hapura për garën e 11 majit në Tiranë. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Tabaku shkruan se sot nis një sfidë re, betejën për Tiranën në listën e hapur. Ajo thekson se në Partinë Demokratike asgjë nuk i është falur, por e ka fituar me punë dhe përkushtim. Më tej deputetja demokrate shkruan se betejat nuk e trëmbin, ashtu siç nuk e trëmbi as beteja për profesionet e lira dhe të drejtat e qytetarëve. Faleminderit demokratëve të Tiranës për besimin. Fitova primaret me mbështetjen tuaj dhe isha ndër më të votuarit, por sot nis një sfidë e re, beteja për Tiranën në listën e hapur. Në Partinë Demokratike asgjë nuk më është falur, çdo betejë kam fituar me punë dhe përkushtim. Dhe ashtu do të ndodhë edhe tani. Do të jem në parlamentin e ri për të përfaqësuar jo vetëm demokratët që më votuan, por edhe ata që ende nuk e shohin veten të përfaqësuar për një ekonomi më të mirë, për shtresën e mesme, për familjet shqiptare, për integrimin evropian dhe për luftën ndaj korrupsionit. Betejat nuk më trembin, nuk më trembi Komisioni Jetimor, as pronarët e incineratorëve që sot janë në Arrati apo në Qeli. Nuk më trembi as beteja për profesionet e lira dhe të drejtat e qytetarëve. Ndaj nuk do të më tremb as kjo sfidë. Për mua nuk ka pasur dhe nuk do të ketë privilegj më të madh se sa të jem zëri i demokratëve dhe të vazhdoj t'ju përfaqësoj me dinjitet dhe vendosmëri, u shpreh Tabaku.